Atë mëngjes, djalë që tash më përcolli një mori emocionesh. Kanë surprizuar publikun gjirokastrik një grup nxënësish të shkollës nëntëjeçare Koto Hoxhi. Ata u ngjitën në skenën e teatrit Zinisako me dramën Ditët vijnë me vetdije. Të rinjtë kanë shijuar këtë eksperiencë, ndërkohë që kanë përcjell edhe mesazhe të vlefshme për bashkëmoshatarët e tyre, siç janë stop përdorimi të lëndëve narkotike dhe rëndësia që ka mbështetja te familja në çaste të vështira. Familja ishte në thelb, do me thënë. Ina që ishte një vajzë e cila përdori andi duke u droguar, familja saj mbështeti në çastet më të ku asaj i duhej, do me thënë, dhe ne mbështetëm atë. Ishte që të isha nxënësi i cili fliste me vajzat dhe i thoshte atyre se si Andi, që është aktori kryesor, është një djalë jo i përshtatshëm ashtu siç duket nga pamja. Përjetuam një emocion se si do të shkonte shfaqja, por mendoj që të gjithë e kemi realizuar shumë bukur. Nga kjo shfaqje unë pash që kjo shfaqje sipas mendimit tim është diçka që ndodh në jetën e vërtet dhe mënyra se si e kemi realizuar ne këtu na tregon që na i tregon këto gjëra, edhe mua me thënë më pëlqen si shfaqje, është shumë e bukur, tregon realitetin e sotshëm dhe si duhet të mbrohemi prej tij. Më pëlqeu shumë sepse interpretova me disa moshatarë të mi të tjerë dhe gjithashtu mendoj se kjo shfaqje doli shumë mirë. Kjo eksperiencë e parë për mua ishte shumë e bukur dhe shumë e vlefshme sepse sjell një mesazh goxha të rëndësishëm për realitetin e sotëm, për moshatarët tanë dhe tregon një realitet i cili është pak sa i hidhur, por që është i vërtet. Unë mësova se njerëzit gjithmonë duhet të mbështeten tek familja e tyre dhe gjithashtu të tregojnë gjithmonë të vërtetën dhe të mos bien prej gjërave që u rrezikojnë jetën e tyre. Në këtë eksperiencë të parueshme, ata udhëhoqën nga mësuesja Liliana Çobani. Është një shfaqje e cila përmban problematikat e të rinjve sot dhe e luajtur nga ta, kjo bëhet më e natyrshme dhe më origjinale. Kështu që të gjithë nxënësit janë përfshirë në këtë projekt, po them të gjithë sepse ka ndihmuar të gjithë, por trupa që e ka ndërtuar që nga fillimi e deri në fund, është e përfshirë dhe morëm duart trokitjet edhe ato lavdërimet e të gjithë moshatarëve të tyre sot. E thash pak më parë që tematika ka të bëjë pikërisht me problematikat e të rinjve sot dhe një nga temat kryesore është pikërisht përdorimi i lëndëve narkotike i drogës. Çobani është njëkohësisht edhe autorja e veprës që e përshtati për skenë në kuadër të festivalit të teatrove të shkollave.